drejt, më pëlqejnë shumë, për shkak se kur I postoj nuk e mendoj që dikush ka me komentu ose dikujt ka me pëlqy një video, po zakonisht kur marr komente pozitive kam qatë ndjenjen që edhe këta e ka njëjtësion, në sensin që na e shohim të bukur njësan veç qatë sa na jemi të bukur edhe qysh e kemi na bukurinë mrena me një farë mënyre, edhe kur e shoh që ka njerëz që japin komente pozitive edhe dojnë me të shty përpara, e di që ç'më me thonë, e kanë, e shohin. Edhe më pëlqen shumë edhe e vlerësoj shumë. Po është interesante edhe komentet negative janë funny, janë qesharake, nuk janë ose s'paku dejta shumë shpesh shoh që të bojnë ajgore, thojmë ka njerë him veç I këshyrim komentet në TikTok tanë se janë shumë na shtin me kesh, edhe nuk është që ka komente shamje ose diçka fjalë që ndoshta janë shumë të pajishme. Po. Prej fillimit ke qenë e njëjta, po. Prej fillimit që je në TikTok. Nuk ke kam ly flak me herë. Po, okay, po mendoj kështu me content, nuk ke bën ndryshime drastike, me thonë hajtë se ç'ky trende tash ta ndjeki, jo, kur, për shkak se vetë nuk është që rri shumë TikTok, nuk është që I di trendet, ka njëherë kur bjerë me punu me një klient që kanë qef me vazhdu me trende për shkak se janë ose diçka, e kam shumë problem se ata I din shumë mirë, une që mirëna me marketing, me TikTok nuk di, po zakonisht e kam qëta që mu që kam pëlqen që ato e qes, e trendet nëherë nëse m'dalin, por nuk është që nuk I shoh, po, edhe nuk më shkojnë, menaj që nuk janë ti gjithmonë domethënë ki fokusin që ty të shkon. Po. Mos me dalë shumë prej vetës për shkak se nuk, ç'më thonë, është ajo zona e komfortit që secilit na pëlqen, po janë veç do kufi të cilët I kaloj, që e di deri ku shkojon. Edhe që ajo mu ndihmon me majt qatë ritmin. Arbesa, I përmende klientat, për shkak se merresh me marketing, se këtu janë videot e tua të TikTokut. Çka ofron Arbesa për këta klient? Më thonë që po dalim tash te tema a freelancing, apo? Tash ti korrigjom, a jam në të njëjtat valë. Në qato që duhet. Pa ditë mu ka bu TikToku pak si freelancing, si pjesë e punës freelancing, po zakonisht çka punoj është ose videot në TikTok, ose videot në profil tamen për me promovu diçka, zakonisht janë kompani ose spaku projekte të cilat janë shumë, mu më pëlqejnë edhe lidhen edhe me kontentin tam, voiceovers, video mujore, do më thonë me një farë mënyre nuk është e caktume, për freelancera besoj që veç karo edhe me po, që nuk është një sen që okej, veç të e bëj, me një farë mënyre njerëzit vinë, kanë një pyetje, kanë një projekt, edhe mandej unë veç çka moj me bo me qata. Por nuk është kurrë caktume. Si me TikTok që ashtu edhe me plot, edhe me çdo punë tjetër online është që nuk e ki qatë që okej, që kjo është puna një muj, edhe unë të nkone bëj qëta, po është okej, ka për kopna. Po, okej.